Aksionet e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik ka ndalur këtë radhë tek rruga e Porcelanit dhe tek Xhaku, ku janë prishur 15 objekte pa leje. Por ndryshe nga aksionet e tjera të deritanishme në këtë aks ku janë rrafshuar lokale, shtesa pallatesh dhe dyqane, ka pasur tension midis pronarëve të ndërtimeve dhe policisë. Pronarët shprehen se i nuk përveç se bën përzgjedhje selektive për të prishur ndërtimet, nuk i ka sjell atyre asnjë shtresë zyrtare. Unë nuk kam pas asnjë shtesë. Jam e gatshme të vënë në dispozicion të tëra pamjet e ambientit përjashta. Nuk kam patur vetëm një lulishte të mbujellur me pemë. Erdhi padroma pa na lajmëruar fare. Padromat e Inuk ndërkohë janë duke vazhduar prishje në rrugën Bardhyl, në rrugën e Durrësit si dhe në Porcelan për lirimin e hapësirave publike.